الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famadh urdhëron e thotë: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Në qoftë se ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarë të nderuar, me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor, për të gjithë nxënësit, studentët dhe mësimdhënësit, të cilëve ju uroj sukses, begati e mirësi si në mësimdhënie, po ashtu edhe në mësimdhënie. Për disa qaste do të flas për vlerën e editorisë në përgjithësi dhe për mjetin më të mirë, përfitues e përvetësues të editorisë e që është leximi. Ummeti islam është ummet i leximit dhe editorisë. Leximi dhe thirrja, urdhëri për të mësuar ka filluar nga qielli dhe është vazhduar në tokë. Respektivisht ka filluar nga ngjarja e Ademit alayhis salam me melekët e Allahut të Madhërisëm. Kur Zoti i Madhërisëm ja mësoi Ademit alayhis salam emrat e të gjitha krijesave të tij, të cilat nuk i dinte askush para tij, as edhe melekët më të afërt të Zotit të Madhërisëm. Prandaj kur Allahu i urdhëroi melekët e tij që t'i binin në sejdë nderimi Ademit alayhis salam, ato u çuditën, nuk kundërshtuan sepse melekët janë krijesa që nuk kundërshtojnë, por u befasuan nga ajo që pan dhe dëgjuan. Për arsye se esenca përbërëse e njeriut, esenca fizike, është pakrahasimisht më e dobët se sa ajo e melekëve. Njeriu përbëhet nga ujë dhe dheu, konkretisht nga balta. A mund të krahasohet balta me nurin, me dritën e melekëve të Allahut? Fizikisht nuk mund të krahasohet. Por çfarë e dallon njeriu nga të gjitha krijesat tjera, qofshin edhe ato engjëllore, është dituria. Prandaj Allahu i dha urdhër melekëve të tij në momentin kur Ademi alayhis salam i mësoi emrat e krijesave të Zotit, para se t'ia jepte shpirtin Allahu Ademit alayhis salam. Pse Allahu nuk i dha urdhër melekëve me i ranë sejdë Ademit, sejdë nderimi? Sepse në ato momente, përpos që nuk ishte shpirt, s'kishte as çfarë të paraqiste, s'kishte as me çfarë dallohej prej melekëve të Zotit. Por në momentin kur Allahu ja dha shpirtin Ademit alayhis salam dhe ja mësoi emrat e gjitha krijesave të tij, atëherë i tha: "Embihum", tregoju atyre çfarë di ti o Adem. Edhe filloi Ademi alayhis salam me i përmend emrat e gjitha krijesave të Zotit, edhe misionin apo funksionin e tyre që e luajnë në jetën e kësaj bote. Atëherë melekët u shtangën, e kuptuan se për çfarë bëhej fjalë. E kuptuan që Allahu e ka ditur mirë se përse na ka urdhëruar që t'i bëjmë sejdë nderimi Ademit alayhis salam. Pra ajo që njeriu e ngrit është dituria. Dhe Allahu qëllimisht
na ka bë me dije neve se çështja e marrjes së diturisë, çështja e arsimimit, e leximit është çështja më fisnike që ekziston. Prandaj historinë njerëzore ka filluar me dituri. Njeriu e parë ka dalluar me dituri. Dhe njeriu më të dashur ti e ka përzgjedhur dhe e ka dalluar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me shpalljen e parë që thret në dituri, duke i thënë iqra, lexo. Sepse përmes leximit mësojmë, përmes mësimit arsimohemi, përmes arsimimit edukohemi, përmes arsimimit dhe edukimit zhvillohemi. Prandaj, kush e zhvilloi shkretëtirën e Saharas? Tradita arabe? Absolutisht jo. Dituria hynore, dituria kuranore, pastaj duke buruar nga kjo dituri kuranore edhe dituria shkencore në përgjithësi. Për këtë arsye muslimanët, sidomos në periudhën e mesjetës, e cila konsiderohet si periudha më e errët për jo muslimanët, është periudha më e ndritur për muslimanët, sepse muslimanët i përquan botës lëmi të shumta, shkenca të ndryshme, edhe u zhvillua bota me diturinë e muslimanëve, të cilën realisht e mësuan nga Kurani, nga libri i Allahut, nga shpallja e parë e Ikrës, sepse ne jemi ummeti i Ikrës. Atë shumë ka vlerë njeriu i dijes në Islam, sa që Allahu e ka përmendur si dëshmitar krahas dëshmisë së tij hynore dhe dëshmisë ëngjëllore me lekëve të tij, edhe dëshminë e dietarëve. Shahida Allahu annahu la ilaha illa hu. Allahu ka dëshmuar se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përpos atij, pra përpos Allahut madhrishëm. Wal malaikatu, dhe për këtë dëshmojnë edhe melekët e Allahut. Wa ulul ilmi qaiman bil qist. Edhe bartësit e diturisë, pra dietarët, të cilët çdo herë qëndrojnë në të vërtetën e Allahut madhrishëm. Pra, e ndjekin të vërtetën me dituri të pastër dhe të dobishme. Po ashtu Allahu në Kur'an thot se njerëzit më të ngritur në gradat më të larta, në shkallat më të privilegjuara, edhe të vlerësimit edhe të shpërblimit, do të jenë besimtarët e sinqertë dhe dietarët. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu thot në Kur'an i ngrit besimtarët e tij të sinqertë dhe dietarët e thellë në gradat më të larta të vlerësimit dhe të shpërblimit. Është po ashtu Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, ai i cili na ka mësuar që rruga më e lehtësuar drejt hyrjes në xhenet dhe drejt përfitimit të shpërblimeve në xhenet është rruga e kërkimit të diturisë. Men selaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Kushdo që e ndjek një rrugë, e trason një rrugë për të kërkuar një dituri të caktuar, një shkencë të dobishme, që është në dobi të njerëzimit në përgjithësi, duke filluar nga shkencat fetare parimisht, sepse nga kjo buron çdo shkencë tjetër sipas perspektivës islame, pastaj duke u zgjuruar edhe me shkenca tjera, të cilat janë në dobi të njerëzimit në përgjithësi. Dhe kushdo që e bën këtë, Allahu përmes asaj diturie, përmes asaj shkence, përmes atij angazhimi dhe asaj përpjekje për të kërkuar dituri, dhe për qeni dobishëm për shoqëri ja lehtëson hyrjen në xhenet. Konkretisht, mjekut ja lehtëson hyrjen në xhenet përmes shkencës së mjekësisë, hoxhës përmes shkencës së teologjisë, ekonomistit përmes shkencës së ekonomisë, juristit përmes shkencës së juridikut. E kështu me radhë, pra çdo shkencë që është në dobi të përgjithshme për njerëzimin, qofse e bën për Allah, nga sa Allahu çfarë thon Kur'an, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo në emër të Zotit që krijoi. Nëse lexojmë, edhe nëse lexojmë shumë, po nuk lexojmë në emër të Zotit, nuk do të kemi dobi. Ose dobi do të jenë shumë të pakta, eventualisht mund të jetë shumëta, por nuk e tejkalojnë dimensionin e jetës kësaj bote. Por leximi në emër të Allahut madhrishëm, në emër të krijuesit gjithësisë, përpos që garanton mirëqenie, dobiprurje të përgjithshme në jetën e kësaj bote, i tejkalon edhe dimensionet e këtij qielli. Pra, vazhdon edhe ngjerjet e përhershme edhe në dimenzionin e jetës së përtejme. Besimtarët nderuar, për vlerën e diturisë ka edhe shumë çka më u thonë. Por unë po du me konkretizu problemin tonë, çështjen tonë, e që është mungesa e leximit.
Fatkeqësisht, ne jemi pe i popujve që më së paku lexojnë. Fatkeqësisht. Edhe në përgjithësi si i ummet çalojmë të drejtim. Përgjithësi jemi shumë të dobët në aspektin e leximit, për dallim prej tjerëve. Ndërkohë që do duhet të ishte krejtësisht e kundërta. Ummeti i leximit më së paku lexon. Ummeti i leximit më së paku arsimohet. Ummeti i edukatës më së paku edukohet. Subhanallah. Pra, jemi në kundërshtim të plot dhe të drejt për drejt, praktik dhe konkret të Kuranit dhe të Sunetit në aspekt me leximin dhe me studimin. Andaj duhet m'ia bë vetes kulturë secili prej nesh. Leximin, me lexu kur s'kemi pas mundësi më të volitshme, më të lecuara, me lexu, me u arsimu se sa sot. Krejt bota shkencore është në një xhep telefon. Krejt librat e botës që janë printuara edhe janë realizuar edhe vizualisht, kemi mundësi me i pas në dispozicion edhe me përfitu për tyre. Unë nuk them që gjithë bëhemi dietar sepse s'kemi mundësi me u bë gjithë dietar. Ndonë se është obligim për secilin prej nesh, është obligim individual që spaku bazat e fesë edhe bazat e jetës me i ditë. E pastaj thellimin në dituri përgjithshme edhe specifike e ka për detyrë një pjesë e shoqërisë konkretisht dietare. Por leximin duhet me e bë praktik, duhet me e bë kulturë të përditshme. Secili prej nesh, duke filluar nga gjenerimi i niyetit i qëllimit të sinqert për me lexu, për me përfitu, sepse përmes leximit më së miri e njohim Zotin. Më të mirin, njeriu vetëm përmes leximit, studimit e njeh më së miri Allahun e Madhërisht, krijuesin e tij. Ashtu siç ne i njohim, për shembull, bartësit e disa përgjithësive dhe themeluesit e disa shkencave të caktuara, përmes leximit ndaj tyre dhe të asaj që ata kanë kriju për shkencës tyre. E në raport me Allahun e Madhërisht nuk i kemi vetdijen e njëjtë. Pra ne mendojmë që Allahun mund ta njohim pa lexuar, pa studiuar, apo pa i dëgjuar librat e komentuar nga dietarët e fesë. S'mundemi me bëni gjatë tillë. Prandaj Allahu ka zbrit libër për me na bë neve me dije që nuk mujna me u ngrit pa lexu. Edhe ka dërgu mësues, sepse libri ka nevojë për shpjegim. Mund të jesh gjeniu më i madh në shkollë, por pa pas libër dhe pa pas mësues që ta shpjegon atë libër, ti nuk mund të bësh dietar. Mund të jesh genial, por jo dietar. Mund të jesh jashtëzakonisht inteligjent, por jo i mençur, sepse këto koncepte dallojnë. Prandaj t'ja bëjmë vetes obligim, fillimisht ta përtrim jetën. Pej sot, pej këtij momenti, ti themi vetes pse s'lexojmë. Çka më mungon mua me lexu? E dyta, ta bëjmë zakon leximin. 5 minuta në ditë. Me njëherë nuk mund me shku shumë, as nuk preferoj me njëherë me shku shumë, sepse është proces i vazhdueshëm që kërkon përpjekje. Edhe lufta më e madhe djallit mallkuar ndaj nesh do të jetë që ne me na pengu për leximit. Sepse djalli i mallkuar nuk dëshiron dritë për ne, dëshiron errësirë. E dituria është dritë, ignoranca është errësirë. Ai nuk dëshiron që na me u dallu prej tjerëve me dituri, sepse Allahu ka treguar që nuk janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë. Ai dëshiron që na me mbet në nivelet ulta të diturisë. Ne u mjaftu me pak. Çdo gjë që dihet pak nuk dihet mirë. Çdo gjë që dihet pak nuk dihet mirë filli. Prandaj kemi nevojë me lexu vazhdimisht, me ushqy shpirtin ton me lexim, pastaj me këndell mendjen ton, me ushqy mendjen ton konceptualisht, intelektualisht me njohuri të përgjithshme, me njohuri që kemi nevojë për jetën e kësaj bote edhe të botës tjetër. 10 minuta, 15 minuta me abo vetes obligim me lexu. 1 faqe në ditë, 2 faqe, 3 faqe, mos shko më tepër. Derisa fillon edhe leximi na bëhet neve ushqimi i përditshëm. Derisa mo nuk mund me paramendu jetën pa lexu diçka. Pastaj këtë kulturë me imponu edhe në familje. Spaku një herë në javë, 15 minuta me i ul familjar ton, me lexu diçka dikush prej nesh. Fatmirësisht jetojmë në epokën e arsimimit dhe të leximit. S'ka mundësi dikush në familje mos me qenë për atyre që s'di shkrim edhe lexim. Po qatë shumë janë lecur e thonat, sa që s'kin ndoshta nevoja as me lexu, fizikisht, me sytë e tu, vetëm e lëshon audio incizimin e një libri që është incizu, edhe komplet librin ty ta citon autori. Edhe ti e dëgjon atë libër. E pastaj
me e bë praktik spaku një herë muj me këta familjar, me i plasu disa çështje, pra asaj që kemi lexuar, që kemi përfitu, në mënyrë që me zhvillu imagjinatën mes nesh, sidomos imagjinatën e fëmijëve tanë. Pse ne kemi shumë vullnet me e bë tradin familje, me shiku seriale, me shiku Netflixa, me shiku gjana shumë pa dobishme. Hajde për dikët dobishme, pa mund krahasohet dobia e shikimit filmave me dobinë e përvetësimit të diturisë shkencore. Nuk mund krahasohet. E pse na me dhon gjithë këtë energji, gjithë këtë kohë për gjëra që janë të padobishme, e mos me dhon për gjëra që janë dobishme, që na ndriçojnë zemrën e mendjen, që na ruajnë shëndetin. Çdo ditë me marr edhe me bë praktik disa fjalë të urta, me i zbërthy me familje. Hajte vlat çka ka dash me thon autori me këtë fjalë. Çka ka dash me thon Allahu me një ajet, apo Muhammed Mustafa me një hadith, apo në njeri i mençur, një i urtë atje që e ka thonë një fjalë që përçon një mesazh jetik. Me zhvillu imagjinatën. Sot rinia jon ka vullnet, ka energji me fol, me diskutu, me orë tana për gjonat po dobishme. Ka vullnet me komentu një ndeshje futbolli apo një meç boksi dhe me vullnetin më të madh që ekziston, s'ka vullnet 2 minuta me fol diçka për një çështje diturisë. Kemi nevojë shumë më përmirësuar këtë drejtim, sepse vetëm përmes diturisë, respektivisht vetëm përmes leximit, ngritemi. Nuk mund të ringritet ummeti islam pa ju rikthyer leximit, pa e praktikuar fillimisht shpalljen e parë të Ikras, sepse ummeti i leximit zhvillohet vetëm me lexim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.